Vagina pastrohet vetë. Vagina duhet mbajtur e lumtur. Që do të thotë, nuk duhet përdorin detergjent për larjen e saj? Absolutisht, bile dhe për të fshirë. Ka shumë gra që fshihen nga mbrapa përpara, absolutisht jo. Vagina, dhe kur të lash, duhet lash në stolë, sepse gjithë meturinat shkojnë në vaginë. Vagina është e pastërt, vagina ka formën e një fizarmonike, ka kodra të bukura dhe thellime, dhe ky ndryshim morfologjik është që ndodh në menopauzë dhe që jep problematika pastaj në... Te këtu do të ndalemi tani, te kjo stuhje e madhe hormonale që ndodh te gratë në menopauzë, e cila ndikon pastaj edhe në marrëdhëniet intime me partnerin. Dhe dy fjalë do të them përpara. Përpara se ta shpjegojmë këtë, unë dua të t'jap një informacion shumë të shkurtër se ç'është menopauza. Ne kemi 4 lloj formash të menopauzës. E para është premenopauzë. Që fillon në cilën moshë? Premenopauza fillon me pubertet deri në momentin kur fillon dhe çrregullohen në periudhën e riprodhimit, kur fillon dhe çrregullohet cikli. Pra, kjo quhet si premenopauzë. Dhe kjo e ka burimin ke hormonet, gjithmonë ke hormonet. Ne kemi hipotalamusin dhe hipofizën, e cila prodhon një hormon që quhet FSHLH. Këto të dyja stimulojnë vezorin dhe vezorja prodhon 2 hormone shumë të rëndësishme, estrogenin dhe progesteronin. Estrogeni është trupi, është gjoksi, është beli, është fytyra, është floku, është syri, është dinamizmi, është pamja femrës, sidomos tash ti e vesh me të kuqe, kjo është gjë e madhe shumë. Progesteroni. Do të kemi në nivel të duhur estrogenin. Jo ve keni normal. Progesteroni është hormoni qetësisë, i hormoni gjumit, hormoni kënaqësisë, hormoni shtatzanisë, që lidh të jetën. Dhe ky hormon quhet hormoni lumturisë. Të gjitha gratë që më vijnë atje dhe kanë ngarkesë dhjamore dhe që janë me menopauzë dhe kanë shqetësime shumë, unë them që mungon hormoni lumturisë. A thon kush hormon është? Tani, kjo është menopauza e parë. Njëti serotonina, po flasim në aspektin hormonal të grave, është... Premenopauzë, para se të hysh menopauzë, ose periudha e tranzicionit, që të qonë në menopauzë, kjo është periudha e tranzicionit. Dhe sot, si rezultati këtyre ksenoestrogenëve, nëse shumë vite përpara, kjo fillon të 45-55, sot ka ndryshuar. Sot është 35-45. Pra, sot premenopauza fillon 35 vjeç. Dhe unë disave ju them, në momenti kur ti ke veshur një fustan të bukur, dhe del jashtë në energji, shikon që ti gëllon menopauza në mesin e 30-ave ose të 40-ave. Dhe kjo menopauzë quhet transicion dhe zgjat 7 deri në 10 vjet. E treta, nga një shifër në kalendar, pas së cilës për 12 muaj rresht nuk të vjen cikli, kjo quhet menopauzë. Pra ke hyrë në menopauzë të plotë.